Perëndia ka vendosur një fjalë në zemrën time. Edhe do të ndaj atë sot me ju, dhe titulli i këtij mesazhi është: Ti do të hash gjithnjë nga tryeza e Perëndisë. Përpara se të hym tek fjala, le të mos jetë njeriu ai që të flas, i cili jam unë, por le të kemi vesh për të dëgjuar atë që fryma e shenjtë dëshiron të na flasë sot. Perëndi dashur, në emrin e Jezusit, i mbajmë zemrat tona hapura dhe eja hyrë dhe na fol sot. Zoti Jezus, ti ke thënë unë qëndroj tek dera dhe trokas. Ajo dera, ajo zemër që më hapet, unë ty atje. Dhe sot në emrin e Jezusit kërkoj zemra të hapura që presin me gëzim dhe ngazëllim fjalën tënde të futet me fuqi për të ndryshuar jetën tona, Perëndi. Fjala vjen me fuqi, fjala vjen me shërimin, fjala vjen me bashkë me mrekullin, dhe kur hyn në ne, Perëndi i dashur, ajo bën efektin për cilën është dërguar. Ti ke thënë, Zot, fjala e dal nga goja ime nuk do të kthehet bosh. Unë besoj që fjala jo do të kryej qëllimin për cilën sot është dërguar për të na folur ne, ndaj në emrin e Jezusit, Perëndi. Unë kërkoj sot, Perëndi, që vëmendjet tona do të jenë plotësisht në fjalën tënde. Ti ke thënë në fjalën tënde, në rast se dëgjon me vëmendje zërin e Zotit Perëndis tënd, unë do të largoj smundjen nga ty, sepse unë jam Zoti që të shëron. Kur ne vendosim vëmendjen tonë tek fjala jote, ti fillon të largosh dhe të heqësh nga jeta jonë gjërat që djalli ka vendosur, sepse ti je Zoti që shëron, Perëndi. Në emrin e Jezusit unë besoj që fjala jote është e gjallë dhe vepruese. Fjala jote ka efekt, Perëndi. Ndaj kur ne pranojmë fjalën tënde me anë të besimit, fjala jote, Perëndi, kryen në ne atë për cilën është dërguar. Dhe fjala jote ka një mision, të na ndryshojë ne e të bëjë që jeta jonë të duket ashtu siç ti do, Perëndi. Ndaj në emrin e Jezusit unë kërkoj sot që fryma jote do të flasë nëpërmjet meje, sepse ai është brenda meje, Perëndi. Ndaj lutem sot, Perëndi, që njerëz do të dëgjojnë zërin e frymës tënde nëpërmjet meje. E bekojmë këtë fjalë dhe në emrin e Jezusit ne lutim dhe themi amen. Haleluja. Nëse keni Bibla, le t'i japim tek 2 Samueli kapitulli 9. Davidi tha: a ka mbetur akoma ndonjë nga shtëpia e Saulit, ndaj të cilit mund të sillem mirë për hir të Jonathanit? Kishte një shërbëtor në shtëpinë e Saulit që quhet Ciba, dhe atë e çuan tek Davidi. Mbreti tha: ti je Ciba? Ajo përgjigj: jam shërbëtori yt. Pastaj mbreti pyeti: a ka njeri tjetër të shtëpisë të Saulit të cilit mund t'i kushtoj, ose mund t'i tregoj, ose mund t'i shfaqë mirësinë e Perëndis? Ciba u përgjigj mbretit: është akoma një djalë i Jonatanit, që është sakat nga kemët. Mbreti tha: ku është? Ciba ju përgjigj mbretit: është në shtëpinë e Makirit, birit të Amielit në Lodebar. Atër mbreti dërgoi ta marrin nga shtëpia e Makirit, birit të Amielit në Lodebar. Kështu Mefiboshethi, biri Jonatanit, biri Saulit, erdhi te Davidi, ra përmbys me fytyrën për tokë. Davidi tha: Mefiboshet. Ai përgjigj: jam shërbëtori yt. Davidi tha: mos ki frikë, sepse kam ndërmend të sillem mirë me ty për dashurinë që kisha për Jonatanin, atin tënd. Do të kthej tërë tokat e Saulit, të parit tënd, e ti do të hash gjithnjë në tryezën time. Shpall me mua, unë do të hash gjithnjë në tryezën e Zotit. Gjëra që Zoti ka përgatitur për mua në këtë jetë. Mefiboshethi ra përmbys dhe tha: ç'është shërbëtori yt që ti të përfillësh 100 të ngordhur si unë? Atër mbreti tha: Ciba i thiri Ciban, shërbëtorin e Saulit, dhe i tha: tërë këto që i përkasin Saulit dhe shtëpisë të tij, po ja jap birit të zotërisë tënd. Kështu pra, bashkë me bitë dhe shërbëtorët e tu do të punosh tokën dhe do të mbledhësh prodhimet e saj, me qëllim që biri i zotërisë tënd të ketë bukë për të ngrënë. Por Mefiboshethi, biri i zotërisë tënd, do të hajë gjithnjë në tryezën time. Ciba kishte 15 bijë dhe 20 shërbëtor. Ciba i tha mbretit: shërbëtori do të bëjë gjithë ato që mbreti zotëria im i urdhëron shërbëtorit të tij. Kështu Mefiboshethi hante në tryezën e Davidit si një nga bijtë e mbretit. Mefiboshethi kishte një djalë të vogël që quhet Mika, e tërë ata që rinin në shtëpinë e Cibas ishin shërbëtorë të Mefiboshethit. Mefiboshethi banonte në Jeruzalem
sepse ante gjithnjë në tryezën e mbretit ishte sakat nga të dy këmbët. Le ta vëzhgojmë pak nga afër këtë histori. Amen? Sapo Sauli dhe Jonatani ishin vrarë në betejën kundër Amalekitëve, Davidi i rivendoset mbret dhe vajoset si mbreti i Izraelit. Por Jonatani, djali i Saulit, mbreti të parë të Izraelit, ishte shok i ngushtë, mik i ngushtë i Davidit dhe Bibla thot se Jonatani e deshte Davidin si shpirtin e vet. Amen. A e dinte shumë mirë që Zoti e kishte refuzuar babain e tij për shkak të mëkatit që kishte bërë dhe kishte zgjedhur një njerëz sipas zemrës së tij, Davidin. Dhe Jonatani e ndihmovi Davidin kur Sauli kërkonte ta vriste babai i tij, e ndihmovi dhe e shpëtovi. Dhe Davidi e njihte mirësinë që kishte treguar Jonatani për ta. E në momentin që Jonatani vdes, Davidi i thon shërbëtorëve të tij, a ka mbetur gjallë ndonjë nga shtëpia e Saulit që unë mund t'i tregoj, mund t'i kushtoj, mund të shfaq mirësinë e Perëndis? Dhe shërbëtorët i thon po. Ka një shërbëtor që quhet Ciba, ai duhet të di shumë mirë për shtëpinë e Saulit. Ma thrisni. Në momentin që e thirrën Ciban, Ciba i tregoi atij që Jonathani ka një djalë që quhet Mefiboshet. Ai është sakat nga këmbët. Dhe Davidi tha, ma thirreni Mefiboshetin. Dhe Mefibosheti tha, tani jeta ime është në duart e mbretit, ai do të më vrasë mua. Por çfarë i thot Davidi? Unë nuk kam ndërmend të të bëj keq ty. Unë do të jap ty gjithë pronat e babait tënd. Që ti dhe fëmijët e tu t'jeni të pasur. Dhe i tha Cibës, me 15 bijë dhe 20 shërbëtor, ti do punosh për Mefiboshetin dhe shtëpinë e tij do kujdesesh për ta. Ndërsa Mefibosheti do taj gjithnjë në tryezën time. Amen. Pyetja që ti mund të më bësh sot është, çfarë kuptimi ka kjo histori për jetën time? Amen. Emri David në hebraisht është, e do të thot, i dashur nga Perëndia. Emri Saul në hebraisht do të thot i kërkuar, sepse ai u kërkuar nga njerëzit për të vendosur bret. Jonathan në hebraisht do të thot Yahweh ka dhënë ose Zoti që jep. Ciba në hebraisht do të thot forcë, statuj, diçka që qëndron fort në një vend dhe nuk lëviz. Makir në hebraisht do të thot i shitur. Lodebar do të thot asnjë gjë, ndërsa Mefiboshet do të thot turp ose të ndahesh dhe t'i japësh fund turpit tënd. Amen. Çfarë kuptimi ka kjo histori për jetën time? Unë dua t'ju them se ti ke qenë një Mefiboshet, një njeri i turpëruar. Amen. Ti ke bërë shumë gjëra pa Krishtin që të kanë sjell turp në jetën tënde dhe ti di shumë mirë, amen? Se çfarë ty të ka sjell turp. Por unë po ju them që ti u ndave nga bota dhe Krishti në kryq i dha fund turpit tënd. Krishti i dha fund turpit tënd në kryq, amen? Perëndia të ka çliruar ty nga turpi. Nëse keni Biblia, le të japim tek Joeli kapitulli 2, vargje 26 dhe 27. Dhe ju do të ani me bollek dhe do të ngopeni e do të luftoni emrin e Zotit. Perëndis tuaj që për ju ka bërë mrekulli dhe popullin tim nuk do ta mbuloj më turpi, thot Zoti. Atëherë ju do pranonin që unë jam në mes të Izraelit dhe që jam Zoti Perëndia juaj dhe nuk ka asnjë tjetër. Popullin tim nuk do ta mbuloj më turpi. Amen. E përmendyer, popullin tim nuk do ta mbuloj më turpi. Ti ke qenë një Mefiboshet. Amen. Një person i mbuluar nga faji dhe nga turpi. Amen. Krishti mori në kryq turpin tënd. Dhe i ka dhënë fund turpin tënd. Amen. Krishti e hoqi turpin tënd nga ty. Ti ishe mbuluar me turp. Djallit kishte mbuluar me turp, por mbulesën e turpit tënd u hoq dhe u gris për gjithmonë nga Jezusi.
Ti je imbuluar sot me dashurinë e Krishtit anë mban. Amen. Le të shikojmë pak Lukën kapitulli 1 dhe vargu 25. Luka 1:25 thot: Ja që më bëri Zoti, thot Elisabeta, në ato ditë kur e ktheu vështrimin e tij mbi mua për të ma hequr turpin përpara njerëzve. Haleluja. A mund të shpallësh me mua, Zoti e ka hequr turpin tim përpara njerëzve? Sa nga ju keni turp për gjërat që keni bërë dhe njerëzit e din shumë mirë se çfarë ke bën ti. Por Perëndia e hodhi vështrimin e tij mbi ty. Davidi e hodhi vështrimin e tij mbi Mefiboshethin dhe çfarë i tha Mefiboshethi? Unë jam një qell, përse duhet të më trajtosh ti mua në këtë mënyrë? Mos ki frikë, ti do të hash në tryezën time. Amen. Ju keni bërë shumë gjëra për të cilat janë turp përpara njerëzve dhe përpara Perëndisë. Amen. Por unë po ju them se Perëndia ka hedhur vështrimin e tij në jetën tënde. Amen. A mund thu, a beson ti që Zoti ka hedhur vështrimin e tij mbi ty? A beson ti që Zoti pa mbi ty? A beson ti që Zoti e hoqi turpin tënd përpara njerëzve? Zoti e ka fshir turpin tënd në kryq me gjakun e Jezusit. Për gjërat që ti ke bërë të kanë sjell turp, fjala e Perëndisë thot, popullin tim do ta mbuloj me turpin. Nuk e arsye të kesh më turp. Nuk e arsye me të ecësh me kokën ulur përpara njerëzve, sepse fjala e Perëndisë thot, ju t'jeni koka dhe jo bishti. Amen. Ju t'jeni koka dhe jo bishti. Njerëzit mund të zjatin dorën drejt teje duke thënë, të njohem se kush je, e dim se çfarë ke bërë, po ti mund thuash, unë nuk jam ai njeri që ti më ke njohur, sepse ai njeri që ka bërë ato faje dhe turpe ka vdekur, unë jam njeri i ri në Krishtin Jezus. Nuk doa të gënjej të them si kam bërë, unë po jam ai që kam bërë të gjitha ato gjëra që janë turp për shoqërinë njerëzore, o po të them se fjala e Zotit thot, popullin tim do ta mbuloj me turpi dhe unë jam pjesë e popullit të Zotit, kështu që Krishti e ka hequr këtë mbules turpin dhe më ka veshur me rrobat e shpëtimit e me mantelën e drejtësisë. Amen. Mos ki turp. Sepse Elisabeta thot, Zoti e ktheu vështrimin e tij mbi mua dhe ma ka hequr turpin përpara njerëzve. Amen. Ma ka hequr turpin përpara njerëzve. Unë kam turp, thonë njerëzit, se jam i varfër. Unë kam turp sepse nuk kam shkollë. Unë kam turp sepse kam bërë këtë gjë. Unë kam turp sepse ai dini shumë mirë, turpi vjen nga forma dhe mënyra të ndryshme. Perëndia thonë në fjalën e tij, ta kam hequr turpin. Ta kam hequr turpin. Ta kam hequr turpin, është duke thënë Zoti. Ti ishe një Mefiboshet, një njeri i turpëruar, po nuk je më. Po nuk je më. Amen. Djalli shpeshherë kërkon të sjell në mendjen tuaj imazhe nga e kaluara, gjërat që ju keni bërë, të cilat kanë qenë shumë gabim. E sa nga ju ndonjëherë ndjeni fajtor dhe filloni të idhërojeni kur djalli sjell në kujtesën tuaj dhe në imazhet tuaja të gjitha ato gjëra të pista që keni bërë. Nuk keni pse të sillni ndërmend. Unë Zoti do të jetë mëkatet tuaja sa është lindja nga Perëndim dhe nuk t'i kujtoj më. Unë i kam marruar turpet e tua, thot Zoti. Unë i kam fshir turpin tënd, thot Zoti. Amen. Unë e hodha vështrimin e tim mbi ty dhe pash që ishe i turpëruar. Amen. Por unë do të bëj që ti ta harosh turpin tënd, thot Zoti. Për shkak sepse unë të kam falur ty për çdo mëkat përmes Krishtit Jezus. Mbulesa e turpit është hequr, të është grisur. Ti je i mbuluar anë mban me dashurinë e Perëndisë. A e dini që ju jetonit në një vend që quheshe Lodebar, që të thot asgjë, Mefiboshethi, ky njeri turpëruar sakat jetonte në Lodebar, që të thot asnjë gjë, amen.
Dhe kur ju jetonit në botë pa Krishtin, ju nuk kishit asgjë. Ju nuk kishit paqe, ju nuk kishit gëzim, ju nuk kishit përmbushje, ju nuk kishit sukses, ju nuk kishit mbarësi. Amen? Unë po ju them, njerëzit që jetojnë në botë, jetojnë në vendin e asgjës. Më thoni, çfarë gjë e mirë mund të vi nga bota? Asnjë gjë. E ti ke qenë në këtë vend lodebar, tek Zoti të mori ty nga asgjëja dhe të ka dhënë gjithçka që të duhet në Krishtin. Perëndia të ka hequr ty nga asgjëja e të ka vendosur tek gjithçka. Në mbretërinë e Perëndisë ka gjithçka që të duhet ty. Amen? Të ka hequr nga asgjëja. A mund të thuash me mua, unë nuk jetoj në lodebar, por unë jetoj me Krishtin. Unë kam gjithçka që më duhet. Sa nga ju shpeshherë djalli vjen dhe ju thot, ju jeni asgjë. Ti nuk ke asgjë, por ju keni gjithçka. E di pse? Sepse ju jeni bijt e Perëndisë së gjallë. Davidi tha, thirreni Mefiboshethin. Thirreni. Ku jeton? Jeton në Lodebar. Thoni të vi, do të haj në tryezë bashkë me mua. Haleluja, Zot. Një njeri sakat, një njeri jetonte në një vend Lodebar ku nuk ishte asnjë gjë. Amen. Tani do të ule do të haj në tryezë. Sa po lexuam tek fjala ku mbreti i thot Mefiboshethit, për shkak të dashurisë që kam për Jonathanin atin tënd, ti do të hash në tryezën time, do të trajtohesh si një nga bijtë e mi. Aleluja, Perëndije. Për shkak të dashurisë që kam për Jezusin, është duke thënë ati, ti do të hash në tryezën time. Amen. Unë të dua ty një lloj siç e kam dashur Jezusin, është duke thënë Perëndia. Amen. Një lloj si birin tim. Biblia thosë se gjithë ata që pranuan Jezusin, ai u dha të drejtën të bëhen bijtë të Perëndisë. Krishti ka këtë status, bir Perëndie, dhe unë kam këtë status, biri Perëndisë. Ja, Perëndia më trajton një lloj siç e trajton Krishtin, ashtu dhe mua. Haleluja, Perëndie. Ne dhe Krishti jemi vëllezër, thot fjala e Perëndisë. Amen. Sepse Jezusi thotë tek Hebrejtë, o të lavdroj o Zot në mes të kishës, vëllezërve të mi do t'ja unë shpallë emrin tënd. Haleluja, Jezus. Jezusi erdhi të shpallte emrin e Perëndisë, Jahve, unë jam. Ne, vëllezër dhe motrave, ai që po vullnetin tim është vllai im dhe motra ime, thot Jezusi. A besoni ju që jeni vëllezër dhe motrat e Krishtit? Amen, a besoni këtë gjë? Zoti ju ka hequr nga asgjëja dhe ai ka një plan madhështor për juve. Ju ishit të mbuluar nga turpi dhe nga faje. Amen. Ju ndoshta keni bërë një jetë të shturur, keni bërë një jetë të pista, keni bërë një jetë që vetëm mceti se çfarë ke bërë. Ndoshta askush nuk e di mëkatet që ke bërë, por ai çodhi vështrimin e tim me ty. Ai tha, e di se sa i turpuruar je ndaj familjes, shoqërisë dhe lagjes ku jeton. Unë do ta heq turpin tënd. Dhe unë do të thres tash në tryezë bashkë me mua. Dhe sot je në tryezën e Perëndisë këtu në kish, duke ngrënë nga fjala e Zotit. Amen. Shumë njerëz janë në Lodebar në botë, ata që janë pa Krishtin janë asgjë. Perëndia i kësaj bote është Satani dhe ai e ka emrin asgjë. Satani e ka emrin asgjë, e di këtë gjë apo jo? Pse pastor? Sepse kur njerëzit të vdesin, çfarë? Ata do të shkojnë në ferë tek asgjëja. Nuk ka rëndësi se është kryeministër, nuk ka rëndësi se është biznesmen, nuk ka rëndësi se është me emër, nuk ka rëndësi se është gangster, ka një mbret më të madh që përpara tij do të japin llogari i madh dhe i vogël, mbret dhe kryeministër. Nuk ka rëndësi statusi që gëzon këtu në tokë, përpara Perëndisë. Të gjitha krijesat janë lakurish, thot fjala e Zotit. Amen. Dhe kur njerëzit që janë pa Krishtin, kur të dalin përpara Perëndisë, Perëndia do thotë më fal, por nuk të njeh. E dy të shkosh, ke jetuar në asgjë dhe po shkon në ferë në asgjë. Kurse ti u more nga asgjëja, e do të shkosh në triumf, në mbretërinë e qeve. Perëndia do thotë, eja o i bekuar, eja se kam shtruar tryezën në mbretërinë time për ty. Haleluja. Të jesh në botë, do të thotë jesh në vendin e asnjë gjëje. Paraja nuk sjell asnjë paqe. Nuk sjell asnjë përmbushje, më besoni.
I vetmi Perëndi që përmbush jetën është Krishti. Bota jeton në vendin e asnjë gjë, ku njerëzit nuk mund të marrin asnjë gjë të mirë. Po në botë nuk ka asnjë gjë të mirë, ka frikë ndaj pandemisë, aty jashtë ka shturje, drogë, vrasje, krime, imoralitet, pornografi, homoseksualitet, lesbizëm, korupcion. Më thoni, çfarë gjë të mirë ka aty në botë? Kur nuk e ke Jezusin, nuk e asgjë. Nuk e asgjë. Nëse nuk e ke Jezusin, nuk ke asgjë. Bota është vendi i dëbimit, është vendi larg planisë së Zotit. Perëndia ju ka nxjerrë juve nga Lodebar për të qenë pjesë e mbretërisë të qiellit, për të qenë fëmijë të Zotit. Lutar në tryezën time është duke thënë Zoti. Amen. Unë nuk kisha asgjë të mirë kur isha në botë. Bota më dha angthin dhe frikën, por kur erdha në kishë Perëndia më dha paqen. Amen. Asgjë të mirë nuk ju e bota, njerëzve. Nuk ju je bota asgjë të mirë, njerëzve. Bota i ngarkon njerëzit me turp. Bota drejton gishtin. Bota fajson. Bota nuk i do të vetët. Është për shkak se janë në sundimin e djallit të gjithë njerëzit që janë pa Zotin. E ju jeni nxjerrë nga Lodebar për të ngrënë në tryezë me Jezusin. Perëndia na ka dhënë ne të gjitha bekimet që na duhen. Në Krishtin kemi gjithçka. Efesianët kapitulli 1 dhe vargu 3. I bekuar qoftë Perëndia, Ati Zotit tonë Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymor në vendet qellore në Krishtin. Le të shpalli me mua, Zoti më ka bekuar me çdo bekim. Çdo bekim frymor dhe çdo bekim toksor. Në Krishtin Jezus. Pra kam gjithçka që më duhet. Amen. Sepse Perëndia më ka bekuar, Perëndia më ka dhënë. Amen. U hoqën nga zgjaja për të pasur çdo bekim. Wow, lavdi Zotit, me çdo bekim, me çdo bekim. Amen. Me çdo bekim. Ti je bekuar nga Ati Perëndi me çdo bekim. A e besoni këtë fjalë? Pastor, po unë nuk i shikoj disa bekime për cilat jam lutur. Fjala e Zotit thotë se ti i ke ato. Na bekoj me çdo bekim frymor. Në me çdo bekim përfshihet shërimi, shëndeti, suksesi, begatia, paqja, armonia, financat, buka e përditshme. Brenda çdo bekim përfshihet gjithçka që ti ke nevojë. Të ka bekuar Ati Perëndi. Në Krishtin Jezus. U hoqë nga vendi Lodebar dhe ti sot do të hash në tryezë me Jezusin. Amen. Ti do të hash gjithnjë në tryezën time. Nuk mund të mbetet një fëmijë i Zotit asnjëherë. Perëndia siguron në mënyrë madhështore. Nuk mundet dot. Ti përzej Zoti, familje ti jashtë tryezës. Amen. Nuk e kam parkur të drejtin të braktisur dhe familje ti të lypin për bukë, thot fjala e Perëndis. Amen. Ti je i drejt për shkak të Jezusit. Krishti mori pa drejtësinë tënde dhe mëkatin tënd e të dha ty drejtësinë e Perëndis. Ti je i drejt, amen. Dhe kur nuk do braktisesh dhe kur nuk do lypësh për bukë, sepse ti je në tryezën e Zotit. Unë do në tryezën e Zotit, amen. Dhe Perëndia ka shtruar tryezën e ti për mua. Në tryezën e Zotit është shërimi, është puna, është suksesi, është begatia, është vajosja, është mrekullia, është paqja, e o ti fu duart e do marr sepse jam birë në shtëpinë e Zotit. Dhe kur ti lutesh, dhe fjala e Perëndisë sot çdo gjë që kërkoni përmes besimit sot ameni, ju të ameni. Dhe kur ju besoni thoni, shërimi më takon emrin e Jezusit. Kancer, largon nga trupi im në emrin e Jezusit.
i futuar dhe ma shërimin në tyrezën e Zotit. Sepse fjala e Zotit thot jam bekuar me çdo bekim në Krishtin Jezus dhe kam shërimin e Zotit. I them paralizës të largohen nga trupi im në emër të Jezusit. I them qendrave kanceroze të dalë të vdesin e emër të Jezusit në trupin tim të zhduken, sepse fjala e Zotit thot jam bekuar me çdo bekim. Doa në tryezën e Zotit. E në tryezën e Zotit Zoti ka shtruar shërimin e tij për mua atje. Amen, do t'i fut duart. E doa çdo gjë që të dua. Sa nga ju prindër kushtoni tryezën tuaj, i pengoni fëmijët tuaj të mos futin duart. Amen. Sa nga ju e keni bërë këtë gjë ndonjëherë? Asnjë nga ju pse është bina të shtëpi dhe ka gjithë të drejtat të fut duart e të marrë çfarë të dua. Sa nga ju fëmijë keni pyetur babain, a mundet të hap frigoriferin? Asnjë nga ju pse je birë dhe ke të drejtat të hash, e të pish, e të bësh çfarë të duash në shtëpinë tënde. Amen. Dhe unë jam birë për para Perëndis. Kam këtë status, fëmija i Zotit. Gjoni 1:12 thot, ata që pranuan, ajo dha të drejtën të bëhen fëmijë të Perëndis. Jam birë, amen, jam birë në shtëpinë e Zotit, jam birë në prezencën e Perëndis. Zoti ka shtruar tryezën këtu në tokë për mua, amen. Isa besimtar thot, s'do kemi këtu të mira këtu në tokë, vetëm aty në qell. Kush e tha këtë gjë? Ai vdiq, mori varfrin ton, që ne jemi të pasur përmes varfrisë atij. Amen. Atëherë se ti do të ishe i varfër, do të thëshë e botës, po ti vetë në kish mos ke për të ngrënë kur Zoti yt. Atëherë Zoti yt është kaq i vogël sa nuk mund të ndihmoj ty. Ai s'ka për vete çfarë të jap ty. Zoti ynë ka thesaret e qiellit. Ai ulet mbi një fron, amen, i cili ndrit nga lavdia dhe shenjtëria. Amen. Ja ari është imi, argjendi është imi, lavdia, pasuria, sundimi, fuqia, të gjitha janë të mia, thot Zoti, amen. Unë ngrim sovran mbi gjithçka. Unë jam për mbi çdo kryeminist, unë jam për mbi çdo deputet, unë jam për mbi çdo mbret, unë jam për mbi çdo pastor, apostoll, mësues, ungjilltar, unë jam për mbi të gjithë, thot Jezusi. Amen. Haleluja, Perëndi. Ju jeni birë, amen, dhe bia të Zotit. Futin i duar, çfarë më bëni? Futin i duar dhe merrni në tryezën e Zotit bekimet që ka për ju. Futin më duar, çfarë më bën? Amen. Imagjino se si ndihet Perëndia kur rreth tryezës së tij ai ka të gjithë bi dhe bijat e tij, e disa nga që ka kuptuar se janë bi, futin duart, marrin, bekojnë, thua, si ka mundësi po bekojnë? Po bekojnë do dha se futuat, se beson ai, sepse ai shpall të gjitha premtimet që thuaj në fjalën e tij. Ndërsa ti por i me turpën e tryezës, prandaj nuk ke, prandaj ke mungesa të ardhura, prandaj ke probleme me smundje. Pse? Se por i në tryeza dhe çfarë? Thjesht po shikon bekimet, po s'po merr asnjë nga ato bekime që Ati ka shtruar për ty. Zoti ka shtruar tryezën e tij plot për ty. Ti mund të rish në të tryezë dhe 20 vit pa ngrënë dhe mund të ngrihesh dhe asnjë s'ke për të përjetuar asnjë mrekulli. Amen? Imagjinoni pak veten tuaj në një dasmë, tryeza është e shtruar dhe çfarë ndodh? Ti nuk ka nga turpi. Dhe deri kur të mbaroj dasma ti do ngrihesh dhe do ikesh dhe çfarë? Po s'do shijosh asnjë ushqim, pse turpi do të mbajë ty të mos vurë të duart. Amen? Tani nuk është faje atyre njerëzve. Ata i kanë shtruar dhe çfarë? Kanë përgatitur më të mirën për ty. Dhe ti ngrihesh nga tryeza dhe thua, "Wow, nuk u kënaqa fare në dasmë, nuk ka ngrasgjat." Po faji kujt ishte? Faji ishte yt. Ne kemi turp të kërkojmë Zotit disa gjëra për cilat kemi nevojë. Ne kemi turp të lutemi për disa çështje në jetën tonë. Amen. Ne nuk dim se si ti besojmë atij për të marrë plotësimin e premtimeve dhe për të bekuar, futin e duart. Amen, e keni parë fëmijë sa shtroj tryeza, futin duart. Pse? Futi duart. Si ti fut duart? Beso. Me anë të vuratave të tij e i shëruar. Gjej vargje që premtojnë shërimin dhe shpalli shërimin më takon në Zotin. Është trashëgimia ime. Ore më ka shtruar Zoti në tryezë e o ta marr shërimin se s'bën jetën time. Amen. E ka shtruar Perëndia në tryezë shërimin për mua. Amen. Në tryezë është shtruar çdo gjë që ti ke nevojë. Amen. Sukses, mbarësi, begati, martesë të lumtur, vajosje. Amen. Gjithçka që ti ke nevojë. Tryeza është plot me çfarë ke nevojë ti. Zoti do mrekulli e ke në tryezën e Zotit. A do paqe është në tryezën e Zotit.
A do harmoni, është natyrezën e Zotit. A do shëndet, është natyrezën e Zotit. A do punë, është natyrezën e Zotit. A do financa, është natyrezën e Zotit. Gjithçka Perëndia e ka vendosur në natyrezë. Çfarë i thot Davidi me Mefiboshetit, këtij sakati, këtij që tha, po unë jam 100. E jo, mos thua je 100. Ti je një gabit e mi do ash, si që në bitë e mi, e janë natyrezë me mua. Dhe shumë nga juve, o keni patur jetë pa kuptim. Shumë nga juve keni qenë në lumrat e kësaj bote. Shumë nga ju keni qenë skandal për njerëzit. Edhe mund them se ishit më keq se ndoshta 100, por Perëndia thot, unë nuk të shikoj 100, ti do të ash natyrezë me mua. Je biri dhe bija ime. Nuk kanë zisë çfarë ke bërë, unë të kam falur. Unë kam gjëra të mira për ty. Amen. Të kam falur, thot Zoti. Pam që Mefiboshethi jeton të ku në shtëpinë e Makirit. Makir do thot i shitur. Mefiboshethi ishte i shitur. Amen. Ju keni qenë të shitur, djallit, për jetësinë. Bota është e shitur, ta dini këtë gjë. Ata ja kanë shitur shpirtin e tyre, djallit. Amen. Ata janë gati të bëjnë çdo gjë për paran, e në fund të shkojnë në ferr. Njerëzit janë gati të bëjnë çdo gjë për kënaqësitë e mishit dhe në fund të humbasin. Ç'kuptim ka njeriu të fitoj pasuritë e kësaj bote në fund të humbas shpirtin e tij. Amen. Po, dhe shumë ata që kanë pasuri e miliarda do ta humbasin shpirtin e tyre nëse nuk e njohin Jezusin. Amen. Dhe nëse humbet shpirtin çdo thot se ke asgjë për prap. Ne ishim të shitur. Ne ishim të shitur. Kujt? Djallit. Dhe shtëpia jon ishte feri. E gjanë është rruga që të çon drejt shkatrimit, po e ngushtë është rruga që të çon në jetë. Amen? Dhe pak janë ata që e gjejnë ata. Dhe ne po shkonim të gjithë drejt shkatrimit. Amen? O ne ishim të shitur. E di nga u shitëm ne, u shitëm për shkak të Adamit, njeriu të parë, i cili mëkatovi dhe çfarë? E gjithë krijesa ju nështrua kotësisë thot fjala e Zotit. Imagjino, fjala e Perëndisë e cilëson këtë gjë, gjithë krijesa ju nështrua kotësisë. Amen? Paraja nuk mund ta blej dot paqen. Nuk mund ta blej dot një familje të shëndetshme paraja. Amen? Paraja nuk mund ta blej lumturinë, nuk mund ta blej jetën e përjetshme. Nuk mund ta blej vajosje, nuk mund ta blej mrekullinë dot paraja. A ju kujtohet Simon Magjestari në Bibël? Në momentin çfarë ndodhi, kur pa Filipin që po predikonte, vendose duan me njerëzit shërohen, edhe i nxori para tha, "Ma jep dhe mua këtë dhuratë që edhe unë të vendos duan me njerëzit të shërohen." E çfarë i thaj? "E të humbas ti dhe paraja jote, ti s'mund ta blesh me para dhuratën e Perëndisë." Ju nuk jeni të shpëtuar se keni paguar para këtu në kish, ju jeni të shpëtuar me anë besimet. Ju jeni të shpëtuar nga iri dhe nga dashuria e Perëndisë së gjallë. Amen. Haleluja, Jezus. Amen. Bota është në shitur djallit. Por prandaj Perëndia pagovi çmimin më të lartë gjakun e Jezusit që të blinte ty. Dhe çfarë thuhet tek 1 Korintasit 6:20, ju blet me një çmim për lëvdoni Perëndinë në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin atij. Me çfarë çmimi je bler ti? Je bler me gjakun e çmuar të Jezusit. Amen. Ti je bler me gjakun e çmuar të Jezusit. Perëndia ka paguar çmimin më të lartë për ty. Amen. Lavdi Zotit, nuk jam i shitur djallit. Unë i përkas Jezusit. Amen. Unë dola nga shtëpia e djallit e cila ishte bota. Jeta ime nuk ka shmë në duart e djallit.
E tani ka marrë fuqinë e frymës shenjtë. E ti ke marrë fuqinë për të jetuar e për ta mposhtur djallin këtu në tokë në çdo betejë. Perëndia është duke thënë, të kam dhënë fuqinë ti mere, përdore dhe mposhtë djallin në çdo betejë atje në tokë. Amen. Nëse unë Zoti e munda, edhe ju fëmijët e mi do ta mundi atje. Po si o Zot, sepse keni fuqinë time, sepse keni autoritetin tim. Nuk jeni më sklevërt. Amen. Po tani jeni bi dhe bija të Perëndis. Po tani jeni ambasador të Jezusit, përfaqësues të Perëndisë të gjallë. Mos i lejoni frikrat t'ju pengojnë e t'ju kufizojnë juve. Mos i lejoni dhe shqetësimet t'ju pengojnë juve të mos vini në kish. Amen. Mos i lejoni fjalët negative dhe dekurajuese të njerëzve t'ju pengojnë juve ëndrrën tuaj, i do bësh ai që Zoti ka premtuar. Nëse njerëzit thonë ti nuk mundesh, unë mundem për shkak sepse kam çdo bekim në Krishtin Jezus. Amen. Mos e lini njerëzit t'ju kufizojnë, t'ju pengojnë, ka përceni lëndimet, ka përceni sfidat, ka përceni problemet, ka përceni mirakullin. E thuaj, unë besoj o Zot. Dhe Perëndia thotë, në rast se beson, o të shikosh lavdin time. Amen. A ju kujtohet Jairi t'i vdiq vajza. Amen. Ai e thiri Jezusin në momentin që Krishti erdhi nga një vend, ai erdhi me barkë, sapo erdhi në bregun e detit, turma e madhe u mblodh për dëgjuar predikimin dhe mësimin e Jezusit. Amen. Dhe Jairi erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe tha, Zot, vajza ime po vuan, është gati në të vdekur, eja vendos duar që të jetoj. Aja tha Jezusit, shkojmë bashkë. E duke ecur rrugës, i dolën përpara disa persona nga shtëpia dhe i thanë, Jair, të ka vdekur vajza, mos e shqetëso me mësuesin. Amen. Tani, çfarë? Ky lajm erdhi për ta penguar besimin e Jairit. Sapo i tha, eja vendos duar që të jetoj. Jairi besonte në dora e Jezusit, që ajo dora është shëruese. Jairi besonte tek ajo dorë që është mrekulluese. Jairi besonte në ajo dorë që ka zgjidhjen për çdo problem. Në dorën e Jezusit është çdo zgjidhje që ti ke nevojë. Kur ju luteni thrisni, vendos dorën mbi burrin, ai do shpëtohet në emrin e Jezusit. Kur ti thua vendos dorën mbi fëmijët e mi, ata do shërohen në emrin e Jezusit. Kur ti thua vendos dorën mbi këtë situatë, Perëndia o ta zgjidhë. Nuk ka si gjaku Zoti vendos dorën dhe gjërat nuk zgjidhen, sepse është dorë e shpëtimtarit. Dhe sapo vjen ky lajm dhe thotë, të ka vdekur vajza, mos e pengo, shumë faleminderit Jezus që erdhe dhe në mes të rrugës, po mund të largohesh. Ja djalli erdhi me një lajm për ta penguar. Jair më vjen keq, more fund. Amen. Ky lajm, kjo fjalë që doli nga njerëzit e familjes, mund të ishte vllai, motra, nipi, mbesajti, të vdiq vajza, mos e shqetëson mësuesin. Çfarë do bëj Jezusi? Tani. Po Jairi tha, Zot, të lutem ndihmo mos besimin tim. Edhe pse besimin po lëkundet, po dekurajohet, jam gati të them, s'ka Jezus, faleminderit që erdhe në mes të rrugës. Unë po shkoj të bëj ritualet familjare të ta varoj vajzën. Zot, unë prapë besoj, ti mund të ringjallësh Jezus. E tha, mos ki frikë, Jair, vetëm beso, le të vazhdojmë rrugën, le të shkojmë në shtëpinë tënde. Dhe kapi dorën nga vajza, i tha, nga dora e djathtë vajzën, i tha, o vajzë, unë po të them ço, dhe vajza vdekur u ringjall. Amen. Ky lajm erdhi për ta penguar besimin e Jairit. Disa fjalë vinë jetën tuaj për t'ju penguar juve. Amen. Disa lajme të këqija vinë për t'ju penguar juve. Mos lini asgjë t'ju pengoj. Vazhdoni të besoni. Amen. Nëse dikush po i thotë mos i fut duart, nuk është shërimi i Zotit për ty. Është për kohën e ateshme, nuk është për kohën e tanishme. Ka disa njerëz që në tyrezë do mundohet t'ju pengojnë duart, po një fëmijë që e do atë ëmbëlsirë, sa do t'i thuash ti mos i fut duart, ajo ta fut dorën, sepse e do atë ëmbëlsirë, do ta se s'bën. Amen. Njerëzit do mundohen t'ju pengojnë juve, t'ju lëndojnë, t'ju dekurajojnë. Amen. Por ti mos dëgjoj njerëzit fut duart dhe merr nga tyreza. Është gjë që Zoti ka për ty. Amen. Mos lejo njerëzit erdhen të ka vdekur vajza. E çfarë pastaj? Zoti mund ta ringjall, vazhdojmë rrugën Jezus. Amen, vazhdojmë rrugën, e dua mrekullin. Mrekullia mund ndërpishen mes të rrugës. A e dini këtë gjë apo jo? Nëse ja i thashte, shumë faleminderit që erdhën me Jezus deri këtu. E po më vdiq vajza, çfarë skemi të bëjmë? Po tani mos e ti thea vendos dorën dhe do jetoj. Jezus, nuk mundet. Mbori fund s'ka. Krishti do largoheshe.
Amen. Dhe Jairi do ta humbiste mrekullin. Në mes të rrugës shumë besimtar mund ta humbasin mrekullin e tyre. E di pse? Nëse mund të besojnë nga bregu i detit deri te afër shtëpisë, Jairi besoi, por tani kur erdhi dekurajimi, Jairi mund të dyshonte dhe mund të largoheshin nga Jezusi, por ai tha, Zot, më ndihmo të vazhdoj të besoj sërish që mund të vazhdojmë rrugën të dy e të shkojmë deri në shtëpi. Unë dua që ta marr mrekullin time. Vazhdo të besosh. Amen. Ndoshta në tryezë duket sikur s'ka asgjë, po lutem, po Zoti s'po shikoj gjë shërimin, s'po shikoj gjë bekimin, s'po shikoj gjë zgjidhjen, s'po shikoj gjë ngritjen. Po daj mos se përpara se të shtrohet në tryezë diçka përgatitet në fillim dhe pastaj vjen në tryezë. Perëndia po përgatit gjëra të mëdha, por ti do t'i sjell në tryezën e familjes tënde, o t'i sjell në tryezën e jetës tënde, o t'i sjell në tryezën e martesës tënde, o t'i sjell në tryezën e punës tënde. Perëndia o përgatit diçka për ta shtruar në tryezë për ty. Kjo nuk thosë se kur ti vetëm në tryezë s'ka asgjë, kjo nuk thosë se nuk ka bukë dhe nuk ka gjellë. Gjella është aty, buka është aty, por dikush duhet ta përgatisë ta sjellë ti në tryezë. Perëndia po përgatit diçka për ty, për ta sjellë në tryezën e jetës tënde. Amen. Mos haro. Jezusi ka tryezën e tij plot me bekime për ty. Psalmi 23:5 thot, ti shtron tryezën në prani të armiqve të mi. Djalli është i pranishëm këtu në tokë apo jo? Ai u sheh juve, po ju se shihni ata. Por ato idhërimet, lëndimet, ankthet, smundjet, depresionet, e di nga i keni? Nga i keni. Amen? Ju nuk e shikoni ata, po ai ju sheh juve. Por Jezusi thot, shiko, ati në tokë do ta shtroj tryezën dhe në pranin tënde. Djalli e di se çfarë Zoti ka vendosur në tryezë për ty. Amen? Është i pranishëm, por nuk është atë tryezë, është jashtë tryezës dhe djalli po shikon. Wow, Zoti po vendos në tryezën e këtij fëmije një martesë të lumtur. Në ta pengoj o vlla ti fuduar të ta marrë atë bekim. Amen? Ai e di, amen? Sa nga ju keni qenë të pranishëm në shtëpi kur mamaja juaj ka boshton të tryezën. Ju thjesht ishin të pranishëm. Dhe ju po shikonit, wow. Ua, dhe këtë gjë kështë përgatitur, prit, se s'ka mbaruar. Kur ta mbaroj në fund atë ti do të futesh duar e tash. Amen? E ju po prisit. Tani djalli e shikon të mbi natyrshëm. Ju nuk e shikoni çfarë Zoti po përgatit për juve. Por ai thot shtron tryezën në prani të armiqve të mi. Djalli di shumë mirë se çfarë Zoti ka përgatitur për ty. Pastor, ku mbështetesh ti? Amen? Ku mbështetem? Fjala e Perëndisë thot që Faraoni u mundua të vriste fëmijë 2 vjet e poshtë në Egjipt, sepse Zoti kishte shtruar për Mojsiun një vajosje të veçantë për ta parë Perëndinë. Amen, dhe ju mundua për ta vrarë, po motra e tij Miriam e fsheu ata. Amen. Në kohën e Jezusit, Herodi u mundua për ta vrarë Jezusin. Pse? Sepse Zoti kishte shtruar përpara Jezusit një jetë mrekullie. Amen. Djalli di shumë mirë në çfarë Zoti kishte përgatitur për mua. Amen. Dhe është munduar shumë herë për të më marrë jetën. Dhe është munduar shumë herë të më dekurajoj, të më lëndoj nga njerëzit. Amen. Vetëm që t'i nga ajo tryezë të mos fot duar për të marrë bekimet. Amen. Po unë nuk të ngrihem nga tryeza e Zotit. Por ata gjëra që Zoti ka përgatitur për mua. Zoti ka shtruar tryezën e tij plot me bekime për ty. Mrekullinë e ke atje në tryezë, shërimin, paqen, financat për dasmën tënde, gruan që po kërkon, vajosjen, urtësinë, begatin, suksesin, ori ke të tëra në tryezë, vetëm beso dhe fillo të lutesh, amen, dhe me anë të besimit ti mund t'i marrësh gjërat që Zoti ka për ty. I bekuar qof Zoti që të bekovi me çdo bekim, që ka shtruar çdo bekim për ty këtu në tokë. Vetëm eri me anë besimit fuduart. Jo më të rinë, disa besimtarë vetëm rinë nuk luten dhe duan të bekojnë, jo. Nëse nuk beson, nuk mund të bekohesh. Ju keni të drejtë të ani e të merrni përmes besimit nga tryeza çdo bekim që keni nevojë. Mos ki turp të futush duart.
e të marrësh të tryez bekimet që ai ka shtruar për ty. Mos i përpara tryezës dhe mendon, po çfarë të bëj? Perëndia po thot, mos u to, futi duart dhe merr çdo gjë që të kam premtuar në fjalën time. Çfarë të bëj përballë kësaj smundje? Shpallvargje që flasin shërimin. Çfarë të bëj përballë frikës? Shpallvargje që flasin kundër frikës. Çfarë të bëj përballë këtij tundimi? Shpall fjalë që kundërshton këtë tundim. Mos rri në tryezë. Amen. Por fut duart dhe merr. Dhe merr. Apo më kuptoni? Edhe merr. Zoti ka shtruar një tryezë këtu në tokë me bekime për mua. Amen. Në atë tryezë ai ka një shtëpi për mua, ai ka një të ardhmë të ndritur për mua. Amen. Në atë tryezë ai ka një makinë për mua, në atë tryezë ai ka fëmijë sipas zemrës së tij. Amen. Në atë tryezë ai ka një vajosje të re për jetën time, në atë tryezë ai ka një nivel të ri besimi për mua, i ka çdo bekim që kam nevojë unë janë në atë tryezë të gjitha. Çfarë? Unë vetë i marr dhe shpall, Perëndi, unë besoj që ti do të më ngresh mua. Amen, do të ngrej, po. Unë besoj që ti do më përdorash, unë besoj që do më lëvizësh, unë besoj që ti do më përdorash si një vegël në duart e tua. Po më të përdor, thot Zoti, më beson ti, po më besoj, atëre fut duart dhe merr vajosen. Dhe unë të lëviz të jo. Amen. Vetëm ata që futin duart në tryezë anë dhe bekojnë, ata që s'futin duart. Amen. Nuk të marrë asgjë nga Perëndia. Tani pyetja ime për ju është, sa nga ju po fusni duart dhe po merrni nga tryeza e Zotit? Kush nga ju po fut duart? E marr urtësinë e emrit Jezus, Zot më jep një mendje të urtë që ta jetoj jetën time për ty e të mos më katoj kundër te. Po merr urtësinë time, ta jetosh jetën për mua. E marr vajosjen për të rinjallur të vdekurit, për të çliruar, demonizuar, për të hapur sy të verbërve, për të ngritur të çalët. Po merresh duke thënë Zoti, merr më merr në tryezë, merr çfarë ke nevojë, futi duart. E marr një grua të perëndishme, e besoj që Zoti ka për ta sjell një vajzë sipas zemrës së tij. Po më merr, thot Zoti, është në tryezë, është për ty. Amen, e kam për ty, thot Zoti. Unë besoj që do më bekosh me një shtëpi në kohën e dur. Absolutisht merr, ke në tryezë, është për ty, merr, thot Zoti, në asaj beson. Amen. Unë besoj në emrin e Jezusit që do kem një të ardhmë të ngritur e të vajosur. Absolutisht merr, ke në tryezë, thot Zoti. Lutem për shpëtimin e burit tim, të vllajt tim, të mamas time. Lutem që të hapin zemrën e të njohin Krishtin. Po merresh duke thënë Zoti, sepse ke besuar, e ke në tryezë, merr, çfarë ke nevojë? I ke në tryezë, i kam shtruar për ty. Dhe djallë është i pranishëm. Ta dini juve çfarë ka shtruar Zoti për juve në tryezë, thot ai. Por nuk do lejoj juve të fusni duart atje. Mos i fut duart. Zoti nuk të dëgjon ty, e drejtës më dëgjon Zoti, opi heq duarti, nuk i merr. Perëndia nuk të do ty. Si do vesh tek Zoti ti? E mban mund çfarë ke bërë ti? Dhe shumë nga ju i ishin duart, dhe Satani atje i pranishëm. Shikon fëmijët rreth tryezës dhe asnjëri nuk ka. Sa gëzohet ai dhe Perëndia, po fusni më duart, ani. Dhe ne shikojmë Zotin kështu. Amen. Ani dhe merrni pa para dhe pa paguar asgjë, thot Zoti. Nuk mund të paguash për asnjë gjë. Perëndia i ka falë as bekimet, mrekullinë, shërimin, paqen, suksesin, begatin për jetën tënde. Amen. Unë jam ky që jam për shkak se kam futur duart, e kam marrë nga tryeza e Zotit. Asgjë më shumë. Amen. Tani nuk dua të flas për gjitha mrekullitë që Zoti ka bërë në jetën time, se mund t'i numëroj ato me gisht. Amen. Do të ndaj vetëm një mrekulli që kam parë Zotin në jetën e kësaj kishe. Ishim tek ndërtesa, tek lagja tjetër atje ku ishim. Dhe ishte muaj i fundit që ne do paguanim qiran dhe nuk ishim me për të paguar qiran e kishës. Edhe njerëzit, ata cilët ishin e thënë, pastor, po tani si do ja bëjmë? Zoti do të siguroj, këtë kishë ka ngritur Perëndia jone dhe joni, thash. Jam i bindur dhe Perëndia, Zot, unë besoj që ti e ke një njeri këtë kohë, këtë muaj fiks në prill. Jo t'ja prekër zemrën dhe ai do bekoj këtë kishë, tash. E di, dhe Perëndia ma tregoi, filani është, do shkosh e filan takimu takosh atë, dhe ai do të bekoj kishën. Erdhi për 2 ditë, shkonte data, vetën atë takim, konferencë me gjithë pastorët e kishë mbjellës, e takoj ula me ta, i tregova situatën, thaj, vjen keq, sa do të lutem për ty. I kisha ka të thesha, nuk do lutesh për mua, ti do më japësh, sepse Zoti më ka folur për ty. Por nuk doja ta thoja.
Ullita thashore, Zoti më ka folur për këta. Ky është vegla që do më bekoj. Unë ngrit nga tryeza, sapo kishim drekën, ky i cili ishte drejtori gjithë kishmjedhës në Amerikë, iku, më pa dhe njëre, u largua, erdi mas disa minutave, do të flas pak me ty, tha. Amen? Kam folur me 3 miqtë e mi këtu pastor në këtë takim. Për një vit që na kishte paguar merre këtë zarf e ke për kishën. Kur e hapa të zarf, isha i maknitur, kishte një shumë për një vit për të paguar qiranë e kësaj kishe. Ky është Zoti. Ky është Zoti. Amen? Nuk e. Po fund më dorë në tryezë dhe merë, ka plot tryeza bekime për ty. Amen? Do të ndaj sërish në mrekulli tjetër. Doja të meja shpi me qira, po ne bëjmë llogarit disa njerëz të mia, por nuk më dalin se kam këto shpenzime. Po Perëndi, unë do të lëvizat shtëpi me qira, e dua 2 dhoma një kuzhinë, vetëm kur ti të më flasësh. Vjen një pastor miku im dhe predikon këtu. E tha, çfarë po lutesh? Thash, po lutem për këtë shtëpi. Shumë mirë, tha, vazhdo ti besoj Zotit. Fjeti u ngritë nesër në mëngjes, tha, mund të vish? Do të flas me ty, çfarë? E Zoti më ka treguar zemrën, 7 muaj ke bekim nga mua, merr atë shtëpi me qira. Nuk pagova asnjë lek për atë shtëpi, amen? Të gjitha, ky është Zoti, ti vetëm fu duart dhe merr, amen? Ti vetëm fu duart dhe merr, dhe ai bekon do shtëpi, po më merr shtëpinë, ti do financa, po më do mrekulli. Ashtë tryeza e mbretit. Davidi thot me Mefiboshetit 4 herë, do të ash në tryezën time, do ash në tryezën time, do ash në tryezën time, do ash në tryezën time, dhe ju mund të shijoni në këtë tryezë bekime shpirtërore, financiare, materiale dhe fizike. Amen? 4 herë në këtë pasazh, do ash në tryezën time, o Mefiboshet. Ai pra, po kush jam unë? Ore je një nga bitë e mi, çfarë po thua? Për shkak të dashurisë që kam për Jonatanin, për shkak të dashurisë që kam për Jezusin, ti do të ash në tryezën time, thon Zoti. Jo se jeni të mirë, ore. Po Zoti na do për shkak të Jezusit ne. Ai na bekon për shkak të Jezusit ne. Amen, na fal për shkak të Jezusit, për shkak të dashurisë që ka për Jezusin. Haleluja, Jezus, amen. Mos ki turp mo, kam turp të lutem Zotit për të gjallë, lutem mo çfarë thua, fu dorën merr. Beso. Jo, po disa, e ditë çfarë bëjmë ne? Futim dorën në tryezën e Zotit. Zot, unë besoj që ti je shëruar dhe me anë të dhuratave tua jam shëruar. E marr shërimin. E shikon shërimin. Dalli thot, ja, nuk është shërimi ky, lere prap. E le, a jam shëruar unë apo jam? A e kuptoni apo ja? Ti mund të futësh duart, mund të marrësh, por nëse nuk e lejon atë fjalë të hyjë në zemrën tënde, e le prapë në tryezë, ti sërish mund të mbetesh. Unë mund ta marr në një darkë ushimin ta shikoj, ti mbaj herë uasa e bukur mund dal foto, por nëse nuk do ta shijoj, amen. Mund duhet ta fut brenda që të kënaqem. Amen. Kështu bën disa besimtar, futin duart. Në një takim kishe kur prania e Zotit është e fortë, pastor po predikon. Amen. Haleluja, dalin jashtë. Më do Zoti, mua më ka falur Zoti, mua jam i shëruar unë. A jam unë fëmijë? Sa po futet dorën më dha në tryezë the amen, jam fëmijë e Zotit, jam i bekuar, jam i falur, jam i lirë. Tani pse dyshon? E futet dorën në tryezë, e morë paqen. E le prap shqetësohem, po si do ja bëj unë? Unë mund të bëj gjithçka me atë Krishtin që më forcon, sa po lexoj vargun the, nuk më shqetësoj më. Unë mund të bëj gjithçka me atë Krisht që më forcon, sa po vjen lajmi, ore, po si ai person nuk është bërë mirë, e le, çfarë thua më, po si do ja bëjmë? Sa po futet dorën më dhe morë forcën, pse e le forcën prap në tryezë? Mos futni dorën në tryezë dhe i merrni gjërat dhe i lini prap. Merrini dhe përqafojeni, besojeni dhe futini brenda në frymën tuaj dhe shijojeni. Amen. Perëndia është duke thënë, ore mos u të shoh nga tryeza ime, e të shkosh në botë të ulesh në tryezën e djallit duke menduar se jeta është më e mirë aty sa të ndjekësh Krishtin. Shumë nga juve mund të jeni të nduar duke thënë, po çfarë përfitim kam që po ndjek Zotin kaq vite, do marr një mendim dua tik jashtë, e do punoj për veten time, e do çaj më dha. Kujdes. Ti nuk mund të ngrihesh nga tryeza e Zotit, e ti ikësh, se nëse më përboshet theshte, e pas dua ata më tryezën tënde do iki. Mirë ngrihu dhe ik, ku duash? Do shkosh prapë në Lodebar në Azja. Do shkosh prapë tek Makiri, do shitesh prapë si sklav. Dhe shumë besimtarë pastaj shkojnë prapë në botë. Shiten prapë tek djalli me anë të dëshirave dhe fillojnë të bëjnë jetën e mishit dhe jetën në botë. Amen.
A më kuptoni çfarë më duke thënë? Kujdesni mos u çoni nga tryeza e Zotit. Të ndiqni botën. Një fjalë në Isaia që mua më prek është: mos shkoni në Egjipt dhe zbrisni për të kërkuar ndihmë. Ndihma juaj vjen nga Zoti që ka bërë qiellin dhe tokën. Mos zbrit në Egjipt, po do iki. Shumë thonë besimtar, atë ka folur Zoti më dha, ku do vesh? Atë ka folur Zoti me motër. Por ne nuk kemi dhe kështu që duhet të marrim një vendim. Ne nuk i marrim vendimin nga skamja dhe nga ajo që ne shikojmë. Ti po thua që s'ka në tryezën e Zotit për ty. Ai do të ikësh nga tryeza. Këtë duke më thënë. Çfarë duke më thënë? A ka Zoti për ty bekim apo jo? Atëre besoj ti dhe ke për të parë Perëndin jetën tënde. Amen. Nëse të ka folur Zoti, o ta kesh tryezën e shtruar edhe aty ku do vesh me bekimet e tij. Ama s'të ka folur Zoti. Amen. Do të kesh probleme në jetën tënde. Dëshira e Perëndis për ju është kjo: t'ju të çojë juve në një vend të gjerë pa kufizim, ku asgjë nuk t'ju kufizoj, edhe ai do që ju të shijoni gjërat më të shijshme që ka shtruar në tryezë për ju. Jo Bëjtërit e 6:16 thot: ajo të mbroj nga fatkesia, o të çojë në një vend të pa kufizuar, e do shtroj tryezën me ushqime të shijshme për ty. Perëndia nuk do që t'jeni të kufizuar, edhe dëshiron që tryeza dhe dëshiron që ju të shijoni bekimet e tij. Çfarë ju po kufizoni juve? Të fundni duar në tryezën e Zotit. Frika të kufizon. Meraku, shqetësimi, pasiguria. Amen. Unë dua që ju të shijoni gjërat që kam shtruar këtu në tokë. Dua t'i them djallit sot, sepse është prezent sot në këtë takim. E po dëgjon mesazhin jashtë kishë, sepse kjo kishë është rrethyer me kerubinët e Zotit, dhe kerubinët janë angjëj luftëtar. Amen. Dhe unë e di që në këtë vend të shfroni Perëndis dhe është det për drejt me qellin kjo kishë sot. Këtu shkalla e qellit ku angjëjt e Perëndis gjiten dhe zbriten. Kur Jakobi fjeti, ai pa një ëndër ku tha në atë vend pa shkallën e qellit ku angjëjt gjiteshin dhe zbritsin, edhe ai u zgjoi e tha: ky që nga Bethel, shtëpia e Zotit, dhe ky vend është shtëpia e Zotit, shtëpia e lutjes, dhe tani këtu shkalla e qellit ku angjëjt gjiten dhe zbresin. Amen. E do t'i them djallet që ai ka shtruar tryezën time këtu në tokë. E në pranin tanë dhe ti mund të shohë se çfarë ka Zoti për mua, ta dirë Satanë. E nuk më pengon do të foduar dhe ta ato gjëra që Zoti ka për mua. Perëndia e bekot, bekimet e ardhmë.